Gzim, kur e keni nisur profesionin bletëritësit? Tani unë kam pasur 2 kështu shkallë, ose 3 periudat të them. Periuda e rinis, kam bajtur i matë, po unë nuk shkoja fare. Shkoja e ndihmoja vetëm për të vjellë, dhe vetëm centrifugë. Pasaj mbasi iku babi në botën tjetër, më mbeti mua bara, filloj të merresha, por të kujtoja dhe në beja të punë që kishte bërë babi. Po në kohën e verit s'ka pasur këto smundje që janë, jo varetoza, jo osteoporoza, jo smundje të ndryshme, pjesë amerikane, pjesë europiane, nuk s'janë njohur në atë. Pas ka qenë për blet, për dikë pas ka qenë e mirë kohën e verit, për blet. Ka qenë, neve jemi rritur me blet, jemi shkolluar 3 fëmijë me blet. I matë merte vetëm 1 milion, merte vetëm 1.000, si thonë, 1.000 lek të asaj kohe, pension lufte, i me merte 700 lek, 600 lek, 500 lek në muaj në kooperativ, në një kohë që bursa ime ishte 3.600 lek. Dhe ju shkolluat duke shitur mjaltin? Duke shitur mjalt, po mjaltin para 90 s'kishte çmim goxha të lartë, dhe po të bëjmë një krahasim, atëherë çmimi ishte 250 lek. Aq sa ishte rroga ime si drejtor. Në rroga ditore ime si drejtor ishte 250 lek. 250 lek ishte dhe kilja e mjaltit. Që i takon sot, tjetë 50.000 lek, dhe nëse aq është rroga i drejtori sot rroga ditore. Me që ishim të cilësia e mjaltit, mund të thuash ku dallon një mjalt me cilësi të mirë nga një mjalt me një cilësi më pak të mirë? Mjalti nga cilësia dallon vetëm nga lloji i kullotës. Për shembull, unë më pëlqen shumë mjalti i bregdetit, që është mjalti i agrumeve, i portokalleve, i mandarinave. Shokët e mi Saran, për shembull, i kanë vjellë tani, që po flasim bashkë. Ndërsa tek neve, dhe për zonën tonë mbajt mjalti i shërebelës. Kjo zonë ka shumë shërebel. Ka shumë shërebel. Terpani, Qorogjafi, Reova, Zhabukika, dhe kanë mbajtur para viteve 90 peshën e madhe bashkë me jetësinjën të shërebelës që mbledhëm. Dhe kooperativa jone kishte 600 kuintal planin vjetor dhe shkonin dhe 700-800. Ishte prodhimtari, veç se tani janë shtuar shumë pletët, kanë hyrë shumë pletë të rritës, qoja pletë të rritës të rinj, por që ata bëhen shkaktar për të përhapur smundjet tek bletët, se nuk din t'i kurojnë, nuk din t'i mirëmbajnë, nuk... Edhe ata bëhen shkaktar për të përhapur smundjet. Bletaria, se tha më parë që në kohën kur nuk vija tek bletët, i ma të bente vetëm punë mekanike. Bente arkën, ju fuste kornizat, nxirrte mjaltin dhe kaq, nuk ishte problem smundjesh dhe gjëra. Ndërsa kur fillova, nga fundi viteve 80, filloi të shfaq varetoza. Është një smundjesh, një parazit tip kërpushe, kap bletën dhe e zhduk bletën. Dhe nuk është vetëm proces, dhe nuk ndodhë këtë proces vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Po si luftohen këto smundje? Tani vetëm me ilaçe të ndryshme. Unë kam pasur fatin që të bashkëpunoj me doktor Plum Aleksin, që është nga më të mirët që ka Universiteti i Kamzës. Se po më përmendje pak para një grup në Zoom, në Zoom, po. Aty kemi shkencëtarë nga Malizi, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga diaspora, nga Gjermania, nga Italia, nga Greqia. Ju bashkëpunoni për të ndarë ide apo për tregti? Jo tregti, jo për ide. Kemi pasaja profesor italian, këta që janë në Itali bashkëbisedojmë me ta dhe na lidhin në Zoom neve, profesor grek, turq, anglez, gjerman, profesor të nivelit lartë, që punojnë në institute kërkimore. Dhe kemi përfituar shumë. Kjo është periudha që unë tani e quaj veten bletar, nuk e quaj me pesyje, po jam bletar që ditë rrisë blet me një fjalë, pa merak. Ndërsa para 10 vjetësh isha një bletar amator. Tani je bletrit si më i mirë në Berat. Jo, nuk mund ta them atë. Po jam i kënaqur se me këto bletë, se tash me rrogën e shtetit që kemi qenë rëgrua neve, nuk mund t'i shkolloni fëmijët, se dini kush është shkollua, ju jeni të rinj vetë, dini sa shkollua universitetit.
E dini sa shkos të blesh një palë shtëpi, të blesh shtëpi tjera për djalin, ti mobilosh, të vish që atje këtu, të besh shtëpi prapë në fshat. Janë pikërisht këto blet. Nuk është vetëm mjalti, tash është edhe qumshi, është edhe propolisi, është edhe poleni, janë gjitha këto produkte që i blejnë. Se folëm pak edhe për zoomin e këtë teknologjinë, do vim pak të breziri, sa të interesuar janë për këtë profesion? Fatkeqësisht, nuk shikoj të grupi jonë të zoomi, Asnjë të ri. nuk shikoj shumë pak, kur them të rinj, bet fjalë mbi 40 vjeç, do të mosha juaj universitar dhe kështu s'kam para asnjë tek zoomi. Ne jemi gati 3500 veta, do të që nga Amerika e këtu me fjalë që lidhimi Po sipas jush pse ndodh? Nuk flitet sa duhet? Jo, flitet, po janë të interesuar, ju pëlqen qefi, se bleta është punë, se gjithë kanë idenë që bleta është punë sport, je punë qefi, je punë ashtu, jo, është punë me djerës, është punë që lodhesh. Unë kush e disa herë flepa dreke, ha drek në orën 6, se vi që andeja i lodhur ashtu, do shtrihem krevat, më kap gjumi, kështu, vetëm kur filloj të mbërdhij atëre, zgjohem, shikoj orën, ora 6, do ha drek në orën 6, dark pasaj po më hengër, do ha, po s'më hengër, është punë e lodhshme. Megjithatë, çdo gjesh me qef, se fillimisht unë kam nisur me qef me sport, pasaj bëhet smundje. Fillon ta krimi jo ta bëj dhe këtë kështu dhe kështu. Eksperimente kemi bërë plot, kemi dështuar kush e disa herë, kemi fituar, nga jo që dështon fiton një përvojë se ben me atë, ben diçka tjetër. Edhe fillon. Tani unë këtu në tavolinë nuk shoh vetëm mjaltin, në fakt po shoh edhe një produkt tjetër që është uthulla e mollës. Uthulla e mollës egër. Fshati jo. Madje po ta bësh kështu ka edhe nga këto të mollës shumë i mirë. Fshati jon ka shumë mollë të egra, po problemi është që s'kemi shumë punëtor. S'kemi punëtor për ta mbledhur. Unë kam një 3-4 rrenjë tek baçja ime, që ato bëjnë 2 fuqi dhe i mbir mollën e egër, shkon e merr në frashër të Përmetit. Zhapoki ka mollë të egra? Ka goxha mollë të egra. Dhe kjo molla këtu të shtëpis këtu mollë e egra, e keni parë që e kisha kruajtur me traktor kështu dhe se kisha shkullur, se është mollë e egra. Ajo më jep një fuqi me dhe ka plot mollë të egra, po ato janë tani në përferra, në përgjera që s'kam punëtor të mbledh. Unë bile nuk gjej punëtor për të ngarkuar dhe shkarkuar bletën. Ja, e shifni aty. Makina shkon mund mes parku. Dhe atje ku i çoj unë mes parku. Ata punëtorët, unë ju them, urdhoni 30.000 lekë, vetëm sa të ngrini që këtu, të hidhni spont makinës. Afrohet makina në fund të rrjeshtit. Marzolla se janë, nuk e gjen një punëtor. Jam detyruar vetë të ngarkoj, me fjalë, po tashin mosha e bën punën e saja. Si jam me gëzimi i parë që ngarkoja 100 bledu vetë. Tani ande këtë janë qik. Me shoferit me të lutur ja dhe një qik. Zoti Gzim më thej që breziri nuk ka shumë interes për bletëritjen, megjithatë ti ke arritur t'ja trashëgosh Alkesi djalit tënd. Po shikon Leverdin Alkesi faktikisht. Shikon Leverdin me këto blet, jo se kemi bërë parat madhe, po kemi mbyllur hallet e shtëpisë. Bletërit pasur nuk ka. Ka bletërit që duan zanatin, që i merr pasionin me vete. Unë shikoj në Zoom kosovar, në shoqëria jonë e Zoomit. Profesor Ibrahim Vishaj është goxha pleqëri dhe është i apasionuar, diskuton, pyet e bën me gjitha duket është njeriu model që e kap. Pra të jesh bletëritës duhet kesh një lloj raporti edhe shpirtëror me punën. Edhe shpirtëror. Profesioni im ka qenë mësues. Po më shumë jam marrë me mësuesët se kam qenë drejtues nga 30 vjet, edhe kam qenë i lodhur, bile kur kam mbushur 5 mars, ditën e daljes pension, ju thoshja shokëve, po më thoshin ta shtyj me mbyllje këtë vit andej këteja, absolutisht nuk duroja, s'kisha më nerva që ta shtyja. Ndërsa kur hynte bletët, i harron gjitha hallet edhe hallin e madh keq në shtëpi, je i përqendruar aty, po shikon si po ecën puna, ç'a defekti ka, ç'a do besh. Është Ty të kanë ndihmuar dega që ke kryer se biokimia lidhet disi? Ja, më kanë ndihmuar. Më kam pasur fatin e madh, kam pasur 2 profesor të sistematikës, njëri nga ata nuk jeton, Babi Ruci.
Kishin një sistematicient mbas Kol Paparissos, është ai dhe Mustafa Demiri. Çfarë mund të na thuash për bletën nga ana biologjike? Çfarë ka një gjë të veçantë bleta? Bleta është me gjak të ftohtë. Dhe ajo ka hemolimf, nuk ka gjakun siç e kemi neve, quhet hemolimf. Dhe me ngritjen e temperaturës, ajo bëhet aktive siç është tani. Ndërsa kur vetë minus temperatura, ajo është në gjumë, themile, siç bjen zvaranikët në gjumë. E njëjta gjë edhe bletët. Bile një shoku jonë kështë e bërë një eksperimentit, kështë e mbushin kavanos me bletë dhe kështë e futur të gloma e akullit në frigorifer, kështë e ngrirë gjitha. E mori që aty e nëzori e la kavanosin djelë, u njallën gjitha fluturuan. Po mirë, unë kam parë bletë që dalin dhe ndimër, për shumë, si shpikon? Ato dalin për të kryer nevojat personale. Po nuk punojnë? Nuk punojnë, po s'kan ku shkojnë, se bleta punon kur ka për të ngrenë. Në qoftë se ajo do gje jashtë, del jashtë. Po ndonjë lule dimërore nga këto lule nuk prodhojnë aty, prapë edhe për gjetën dhe... Këtu tek neve nuk ka, se këtu ku jemi neve, fundin e ndorit, behet akull, domethënë rrëshqet. Unë në 10 tetor, 15 tetor, 5 tetor, domethënë si të hapi marja, do e fshati atje Zhitomi, i çoj atje. Marr një dorë. I zhvendos nga këtu atje? I zhvendos nga këtu i çoj atje. Pse, çfarë ka aty? Aty ka mare, koqimarja. Erik Arborea si quhet në latinisht. Dhe po të kesh bletë forta, aty merr prodhim të bollshëm dhe nuk i plotëson dot gjithë klientët. Zoti Gzim, unë nuk e di tani, unë nuk kam më pyetje, po do doja shumë të më thoje diçka që ti vetë ke me rak të na tregosh neve audiencës, si mua brezitëri, si gjithëve ata cilët na shikojnë. Miraku im i madh është vetëm ky që po shikoj shumë pak të rinj, shumë pak të rinj që merren me bletën. Shumë pak të rinj. Dhe nuk është vetëm problemi jonë. Të njëjtën gjë ndrin edhe ata profesorët italianë që punonin në Institutin e Palermos. Dhe njeri që punon në Zvicër prapë, se zviceranët me bletën ka necur shumë, janë ndër të parët që kanë prodhuar ilaçet për zhdukjen e morit të varroat destruktor. Dhe zviceranët kanë ecur goxha kështu, por dhe atje është njëjti problem si këtu që brezi i ri se ka. Tani është koha e elektronikës. Në këtë që the, unë doja të thoja që unë jam rritur në një familje besimtare dhe për ne krijesa më e shenjtë në këtë tokë është bleta. Unë doja ta mbyllja vetëm duke të thënë që Zoti ju bekoft për punën që bëni. Dhe inshallah kam sa më shumë kërkesa nga brezi i ri. Faleminderit. Inshallah e duam dhe ne këtë. Veç se Darwini i madh ka thënë, në qoftë se do është duket bleta, 3-4 ose më saktë 70% e bimësisë që riprodhohet me anë të luleve, do të zhduket dhe do jetë problem për jetesën e njeriut pasaj. S'do kemi me as qeshi, as moll, as dardh, pra çdo gjë që edhe këto të egrat me fjalë, çdo gjë që ku shkon bleta, që i pjalmohen, do zhdukeshin. S'do lini pasardhës, po mos ishte bleta, mos... Ka që rëndësishme është bleta. Ka që rëndësishme është bleta. Shumë faleminderit, Zoti Gzim. Faleminderit dhe juve, rrofshi se u munduat që nga larg. Ju uroj veç suksese. Ju falenderoj shumë. Suksese dhe televizionit tuaj.